Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit Bojnë. Mirë se takohemi në këtë aktivitet. Ndodhemi në sheshin Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, ku po mbahet një ndër aktivitetet e agjendës Vera në Malësi, Old Time Fest Dualësia 2026. Ky aktivitet organizohet nga Komuna e Tuzit në bashkëpunim me organizatën turistike e Tuzit, si edhe Qendrën Kulturore Informative Malësia. Pasioni për automjetet klasik ka mbledhur së bashku këtu në shesh pjesëmarrës të shumëve vizitor, jo vetëm nga Malizi, por edhe nga rajoni, duke na sjellur nostalgji dhe histori për një kohë të adhurueshme nga të gjithë.
Parada e makinave klasike është zhvilluar gjatë orëve të paradites në rrugët kryesore të komunës së Tuzlit. E ndërkohë tani të gjithë të pranishmit mund të shijojnë ekspozimin e këtyre makinave. Duke parë modelin që ju pëlqen, sigurisht për të bërë edhe fotografi dhe për të interesuar më shumë rreth kohës dhe historisë nostalgjike. E për të njohur më tepër rreth këtij aktiviteti, në vijim juftojmë që të ndiqni disa intervista nga të intervistuarit tanë, organizatorët dhe pjesëmarrës. Po edhe para 2 viteve ishte ky organizim dhe simjet e bam së bashkut organizata turistike dhe komuna. Ky është një organizim për këtë oldtimer që vinë nga gjithë rajoni dhe na janë bashkangjitur këtu bashkë vendasit tanë, janë më shumë se 20 makina. Dhe si do të varjoj parada tani? Parada vazhdon prej këtu nga komuna, vazhdojnë deri tek afër kufinit te Cemi, dhe vinë mrapa këtej, dhe sonde vazhdon manifestimi këtu te sheshi Gjergj Kastrioti. A mendoni se kjo paradë është e mirë edhe për zhvillimin e turizmit këtu në Po patjetër, mendoj që për punë të turizmit edhe kena bërë. Po në nga klubi oldtimerëve të Turgjinit, Oldtimer Klubu Ultinium, i cili aktivitetin e këtij ka ky viti 18, që organizon nivele ndërkombëtare. Tash 2 vjet kemi shumë marrëdhënie të mira me komunën e Tuzlit, gjithsesi në organizatorët turistikë të Tuzlit, i cili i shtojës të rrugë mbarë sa i përket organizimeve të retrove, të oldtimerave, dhe i në të bojë përshpunim shumë të mirë që edhe ta të promovohen edhe në qytetin e Tuzlit. Si ka lindur ky pasioni juaj për të mbajtur një makinë të këtyre viteve, e cila është shumë e bukur dhe mbetet gjithmonë në modë dhe sjell nostalgji? Po, thjesht pasioni shtyrë që të bërë diçka të bukur. Këto lloj aktivitetesh gjithmonë janë bërë në botën e qytetëruar, kurse ka shtete tjera, ka vende tjera që i mojnë vetëm ata që kanë lek. Po te na është diçka e kundërt, kështu që i mojnë vetëm pasionanta. Dhe sa është e vështirë mirëmbajtja e këtyre makinave? Po mirëmbajtja edhe për kushtet të madh, po më vështirë është që të organizohen, që të vinë prej disa shteteve, sidomos të regionit më tepër, por në përgjithësi ja arrin me përkushtimin me gjithë ja arrin. Ja për shembull rastin konkret komuna e Tuzlit me klubin e oldtimerëve të Turgjinit, po i kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe jemi ato koordinuar viti i dytë i radhës së këtu. Jemi ato koordinuar që aktiviteti i këtij lloji komunën e Tuzlit të jetë i përgjithshëm. Atëherë me që thatë pra që është hera 2 që merrni pjesë, si të pëlqen kjo, a të duket e bukur kjo pjesëmarrja, jeni i kënaqur? Pjesëmarrja është e mirë, normalisht ato janë njerëz të gjithë në ftesa, pak a shumë, sidomos ato që janë nga shtetet e huaja. Kështu ato që janë nga Tuzli apo nga Podgorica, ata janë ftuar kështu gojarisht më tepër, por një përkushtim të madh ka dhënë organizata turistike e Tuzlit këtu, ishte punon shumë mirë,
të punu shumë mirë në këtë drejtim, se veç ka fillu me fitu përvojën e aktiviteteve. Unë vi nga Gjakova, prej klubit All Timer Gjakova. Makina ime është e vitit 1929, model amerikan, emri quhet Marmun. A është hera parë që merrni pjesë këtu në komunën tonë? Tuz është hera parë, edhe pata kënaqësinë që jam këtu. Si është të mbash një makinë të vjetër të viteve të kaluara? Është më shumë një pasion apo çfarë? Është një pasion, unë e kam trashëgimi prej babës. Kemi gjithsejt 22 makina të ndryshme, prej vitit 29 dhe i vitet 80. A është e vështirë mirëmbajtja atyre? Është vështirë, po pasioni t'imponon me mirëmbajt. E ndërkohë në Gjakova organizohen evente të tilla? Po, kemi raste 2 herë në vit, po 1 herë në vit gjithsesi kemi organizime. Edhe në Kosovë, në qytetet tjera. Unë vije nga Deçani, përndryshe, unë jam i drejt bashkëkolle nga Deçani, vij me një makinë të vjetër, historike, një Mercedes, Ponton 220 që vitit të prodhimit 1958. A është hera parë që merrni pjesë në këtë aktivitet? Jo, nuk është hera parë, na kemi qenë edhe më herët, kemi qenë edhe para 2 viteve kemi qenë në Tuz, kemi kalu shumë mirë. I falenderoj organizator për mikpritjen, ka qenë një mikpritje vllazërore, mikpritje e mirë, dhe kemi kalu shumë bukur. Atëherë sot ndërkohë parada ka qenë ndër rrugët kryesore të Tuzit. Si mund ta përshkruani ju këtë rrugë pra, përshtypjet tuaja? Po, si me thonë, shumë e mirë, organizimi ka qenë nivelin shumë naltë, kujdesi ka qenë maksimal, kemi kalu bukur, kemi vizitu këtu malet, ishim dejt e Cemi atje, kemi qenë Podgoricë, edhe shumë bukur ka qenë, me organizim me të gjitha. A është vështirë të mirëmbahen makinet e vjetra? Pa makina e vjetër është pak e vështirë, se është makinë e vjetër, ajo dënë shumë përkushtim, dënë dashni, edhe kujdesja shumë të madhe. Edhe unë i përshëndes të gjithë banjorët e Malësisë, edhe ju kisha lutë si sa më shumë të marrin pjesë në kësi manifestimesh që e di si edhe banjorët e ju i kanë makinat vjetra historike, po dashamirët adhurus të makinave, po i majnë mbyllë, i kisha lutë që ky manifestim bëhet manifestim tradicional për çdo vit vim edhe nga Kosova, nga të gjitha trojet shqiptare. Përshëndetje, stari unë jam Visar Kolçi, nga Prizreni, jam përfaqësues i All Timer Club Prizrenit, edhe është kënaqësi të jemi këtu prezent në Tuzi, shumë qytet i bukur, vendet bukura sot kemi shetit, edhe po besoj që edhe sonte do ta shijojmë këtë natë. Përndryshe makina që ka marrë pjesë në këtë organizim është Mercedes 250 SE, viti prodhimit 1967. Dhe jemi pronari i dytë i makinës. A është vështirë të mirëmbahen këto makinet e vjetra? Makinat e vjetra janë pak vështirë të mirëmbahen, kërkojnë një kujdes të veçantë, po nëse riparon mirë një herë, nëse restauron mirë një herë, atëherë nuk ka problem. Dhe prej sa kohësh merreni me këtë pasion? Me këtë pasion qysh moti mirë na si fëmijë, ndërsa si klub që organizojmë organizimet në Prizren, si vjet ka qenë 21 vjetori. 21 vjet organizojmë edhe na kësi lloj aktivitete, edhe mundohemi sa më shpesh me marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, mundohemi ta përfaqësojmë edhe në qytetin ton, shtetin ton, edhe ju ftoj të gjithëve të merrni pjesë edhe ju në Prizren në aktivitetin ton. Ndërkohë këtu në Tuz tha që është hera e parë. Si të zhdukur sot parada në rrugët kryesore të komunës së Tuzit, sepse keni patur mundësinë sigurisht që të shikoni edhe lumin Cem. Po, ishte një paradë shumë e bukur, ishim te lumi Cem, edhe tash kemi ardhur këtu, kemi parkuar te sheshi këtu makinat, dhe muzika e mirë, aktiviteti bukur, edhe po besoj që do të kalojmë shumë bukur. E në vazhdimsi, ju lëm që të shihoni mbrëmjen argëtuese, e ndërkohë që së bashku takohemi në aktivitetet e radhës. Deri atëherë, bashkë mirupafshim. Të nderuar musafir dhe qytetarë të komunës tonë. Në emër të organizatës turistike të Tuzit dhe në emër të komunës së Tuzit, ju uroj mirëseardhje, ju falenderoj që ju bëhet pjesë e këtij manifestimit madhështor All Timer Fest Majësia 2026. Është kënaqësi e veçantë të shohim kaq shumë pjesëmarrës dhe dashamirë të
automobilve klasik, të cilët me praninë e tyre pasuruan jetën kulturore, turistike dhe shoqërore të komunës tonë. Një falënderim të veçantë i shkon bashkëorganizatorëve tonë nga Komuna Ulcinit dhe Malësisë, konkretisht nga shoqata e Oldtimerëve Ulcinium, Dasha Dragovic dhe nga komuna jonë Tom Lekoçaj, të cilët me përkushtimin e tyre u bën urë lidhëse ndërmjet komunës tonë dhe klubeve të automjeteve nga Bar rajoni. Shpresoj që të gjithëve kjo vizit do t'ju lërë kujtimet e bukura dhe do t'ju motivoj që të riktheheni përsëri në komunën tonë për të njohur më nga afër bukuritë natyrore, trashëgiminë historike, kulturore dhe mikpritjen e Malësisë. Falënderimet të veçanta për mbështetësit e këtij organizimi i tokojnë edhe kompanisë Europetrol dhe vinarisë Detbukaj, të cilët si gjithmonë pa hezitim përkrahin aktivitetet e tilla që promovojnë komunitetin, kulturën dhe turizmin tonë. Të gjithë ju falenderoj për praninë tuaj dhe uroj një qëndrim të këndshëm, suksese dhe momente të bukura në Oldtimer Malësia 2026. Spari mirë mbrëma, të nderuar organizator, përfaqësues të komunës së Tuzit dhe miq të dashur. Në emër të grupit tonë dhe në emrin tim personal, ju falenderoj përzemërsisht për mikpritjen e jashtëzakonshme që na keni bërë në Oldtimer Fest. Ne keni pritur me shumë respekt, ngrohtësi dhe bujari, duke na bërë të ndihemi si në shtëpinë tonë. Është nder dhe kënaqësi të jemi pjesë e këtij manifestimi historik. Uroj nga zemra që ky organizim të bëhet traditë dhe të vazhdoj për shumë vite me radhë. Njëkohësisht i ftoj të gjithë adhuruesit e makinave historike, besoj që ka shumë në Tuzë dhe Malësi, që në vitet e ardhshme të bashkohen këtij manifestimi të mrekullueshëm të organizuar nga Komuna e Tuzit dhe organizatorët e palodhur. Ju falenderoj dhe njëherë për gjithçka. Ju uroj shëndet, sukses dhe sa më shumë takime të tilla që keni. Ju falenderoj. Të nderuar të pranishëm, tani do të kemi një pauzë prej rreth 10 minuta, gjatë së cilës ju ftojmë të votoni për automjetin tuaj të preferuar. Në fletën e votimit ju lutem shkruani vetëm numrin e automjetit që preferoni, duke votuar secili vetëm një herë. Fletët e votimit i vendosni në kutinë e votimit në këtë pikën e caktuar dhe ju ftojmë gjithashtu të shfrytëzoni këto minuta për të parë dhe një herë nga afër automjetet klasike.
kandidatin e kemi përfundimtar. Ftoj në skenë drejtorin e organizatës turistike Tuzit, zotëria Alen Gjokaj, për të ndarë kupën e artë për automjetin e preferuar nga publiku. Fitues i këtij edicioni është automjeti me numër 7 në pronësitë e Idris Mushkolaj. Ju lutem një duar trokitje. Urime fituesit dhe e ftojmë që të marrin kupën e artë. Idris. Faleminderit. Urime. Shumë faleminderit. Njëherët ju përshëndes të gjithë dhe faleminderit për kupën. Faleminderit.